Aktoria Margarita Xhepa, e nderuar me titullin Deri i Kombit, e cila u nda nga jeta ditën e djeshme, u përcoll sot në banesën e fundit në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Omazhet për të zjatën 3 orë u zhvillua në praninë e familjarëve, miqve, kolegëve dhe qytetarëve që shprehen respektin për mirënjohjen për këtë figurë të madhe të artit shqiptar. Ndriçim Xhepa ndau kujtime të paharruara për dashurinë e thellë që Margarita pati për artin dhe angazhimin e saj deri në momentet e fundit të jetës. Mbyll jetën e saj në normale, pavarësisht pati sa probleme si më thonë javët e fundit, 2 muajt e fundit, të karakterit letësor, të karakterit pulmonave, si duket edhe lodhjet e vetë viteve bëjnë të vetën normale. Por ajo nuk kishte një natyrë çuditshme që biles kur binte muhabeti në biseda nganjëherë kështu në momente të shkëputura kështu, e thoshte, ndoshta në skenë thoshte, ka mundësi më, edhe jo sot kena do lëvizje, do këmbët kur i thonë. Mes dhimbjes së lodhëve dhe mirënjohjes, artistët nderuan mbretëreshën e teatrit. Të gjithë brezi i saj e kanë këtë vëmendje ndaj të rinjve, sepse të gjithë kemi qenë të rinj dhe nëse nuk hapen dyert e teatrove dhe ekrani i madh për artistët e rinj, si do të mund të çajnë tutje. Dhe Margarita e kishte shumë merak këtë gjë. Çdo vit ajo vinte në Korçë, pëlqente Korçën, kalonte momente të bukura, jepte sugjerime për festivalin, për përzgjedhjet e shfaqjeve. Së bashku me Tinkën, të dyja, Margarita me bastunin e saj, ecte nëpër Korçë, e kishte dashuri, dhe ne të gjithë e donim shumë. Për mua ka qenë njëri i madhnushëm edhe për populin. Është një humbje e jashtëzakonshme. Margarita është simbol i mirësisë, i dashurisë, i bukurisë njerëzore, dhe i gjithë rrugëtimi i saj i adhurueshëm profesional krijoi imazhin e gruas në të gjitha dimensionet, si vajzë, si nënë, si motër, si kolege. Unë jam e privilegjuar, mund të them që kam pasur fatin të rrugtoj me të edhe profesionalisht. Margarita, jo ky interesi juaj të i medias, po interesi i çdo shqiptari që kupton fjalën shqip. Ka marrë me vete vetëm dashuri. Sepse ajo, unë jam i bindur, Margarita nuk ka njohur në një fjalë të keqe në konceptin e saj. Ajo dinte vetëm të shpërndante dashuri. Pavarësisht se Margarita nuk është më fizikisht ndërne, kontributi i saj për artin shqiptar do të mbetet i paharruar dhe do të ruhet në kujtesën e artdashësve përjetësisht.